Por cilat janë kushtet e pastërtisë që me u arrit gusli me u realizue? Fillimisht, duhet që besimtari më laj tër trupi i tij. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nëse jeni të papastër junub, atëherë pastrohuni. Ka ardhur në një version gjuhësor që ty të thot pastrohu në formën më të kompletuar dhe më të mirë. Që do thot të arrit ujit në çdo cep të trupit tënd, në të cilën nuk dëmtohet trupi nëse arrin ujit atë. Kështu që ai bie që do të më la krejt trupi, me u lag krejt trupi, me u vendos ujit në gojë dhe në hund, e këto janë kushtet e guslit. Më laj tër trupi, me përfshi ujit tër trupin, dhe me u vendos ujit në gojë dhe në hund, më shpërla goja dhe hunda, ndërsa syt janë të përjashtuar prej kësajna, se ka mundësi që i dëmton syt. Prandaj arrihet ujë në tër trupin, përveç në vendet ku mundesh për me lëndue trupin tënd. Ki një varr në trup, lirohet nga pastrimi. Shembull, e prej veprave të mira që është me rënd dhe me konsiderat për më respektue gjatë pastërtisë janë si vjen. Fillimisht bëhet niyet që më u pastru. Në këtë rast niyeti e dallon veprën nga adeti dhe bëhet ibadet. E për këtë arsye është e preferuar që të bëhet niyet më u pastru. Të pastrohen duart deri këtu, deri në nyje, në mënyrë që duart e tua të jenë pastërta. Sepse nëse duart janë të ndyta dhe fërkon trupin ti, atëherë ndytësira shpërndahet në trup. Është mirë dhe është e rrugës që fillimisht gjatë pastrimit të eliminohen ndytësirat nëse ka ndytësirë në trup. Gjithashtu të merret abdes. E nëse ndodh pastrimi me kofe, taz, apo ngjajshme që kanë ndodhur në kohët e mëhershme, atëherë sigurisht që është mirë të pastru koka, krahu i djathtë, majti pasandej më hedh ujë tër trupin. Por nëse dikush pastrohet nën ujvar, atëherë renditja e sunetit, formës së pastrimit bie, nuk është sunet. Prandaj nëse sot tushat, pastrohet dikush nën tush ku ujit vjen në formën e ujvarës, gjithashtu kjo renditje nuk konsiderohet dhe nuk ka ndonjë vlerë të veçantë.